Po nderuar vëllaz, e lexuam këtu. A ki nevojë për ndonjë selim? Jo, nuk ka për çfarë. Dhe deklaroj. Veç njerë kena me pyet për pastaj për fajsinë. Njerë është rregull me pyet teknikë për akuzën, pastaj rregull. Ja akuzuar me të shavanës, me çantë reaktora akuzën, dhe vetëm penal të sin akuzuar. Pyetja e njëjtë është edhe për ju, ja akuzuar marrën që e ke kuptuar akuzën, nuk ki nevojë për një selim që. Folëm. Atëherë shkurtimisht gjykata ju thon para se më të qelë për fajsinë se mundem me pranë fajsinë, nuk keni të obliguar me pranë fajsinë. Pranimi i fajsisë sipas ligjit të shtrafon lehtësuese që gjykata mund të merr parasysh në rastin e matës së dënimit. Megjithatë, kjo nuk kuptohet se ju duhet ta pranoni fajsinë. Sipas ligjit, nëse pranoni fajsinë duhet të tutje çështja penale kryhet më shpejt, nuk do të shkojnë në shkrim dytor, nuk do të administrojnë prova dhe si rrezohet gjendja faktike, pra ajo që shkruhet në akuzë merret si e vërtetuar. Nëse pranoni fajsinë, keni drejtë të bëni anketë vetë sa i përket rastit të dënimit, por ju dhe faktit nëse ai më fajtor apo jo. Dhe e thash edhe një herë, pranimi i fajsisë pas ligjit të shtrafon lehtësuese që gjykata mund të merr parasysh në rastin e matës së dënimit. Nëse keni kuptuar dhe këtu, atëherë ftojmë individualisht që të deklarohen sa i përket pranimit ose jo të fajsisë për çështje penale. Po vedoj që ajo është e juaj. Nderuar gjykatas, plotësisht janë të pafajshëm. Plotësisht e konsideroj vetëm pafajshëm. Andaj. Po, për të akuzuarin tjetër marrën qëllimi, ju ngarkojnë 2 vepra penale, a e pranojnë fajsinë apo nuk e pranojnë? Nuk e pranoj fajsinë për vepra penale shpinore. Nuk e pranojnë fajsinë për vepra penale shpinore. Dërsa për vepra penale, argojtës pa leje, e pranon fajsinë. Atëherë me qenë se e kemi prokurore e njërën vepër e ka pranuar fajsinë, ndihmi juaj se për këtë çështje penale. Faleminderit gjyqtar. Me falem marrën qëllimi. Me që i akuzuari marrën qëllimi pranoi fajsinë lidhur me vepën penale mbajtjen në pronësi kontroll ose procedim të autorizuar të armëve nga ligjit 366 paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës Kosovës. Prokuroria konsideron që ky pranim duhet të pranohet dhe propozon gjykatës që të merr argumentim për pranimin e fajsisë, me që ky pranim fajsie është në përputhje me dispozitat procedurale, filluar nga fakti që nga fillimi ka pasur mbrojtje dhe ka pasur mundësi që mjaftueshëm të konsultohet me të, në njërin anë, në anën tjetër, ky pranim fajsie është në përputhje të plotë edhe me provat materiale me të cilat është mbështetur këtë akuza. Faleminderit. Mi vazhdojnë me ndrojtë në avokatin dhe të mshale. Drejtësi. Avokatin dhe të mshale, në duhet të në fajsisë për të vekët në avokatin. Faleminderit, ndërruar. Mbrojtja pajtohet me pranimin e fajsisë nga ana e Skanderurit. Pranimi i fajsisë bazohet në provat materiale të gjyqe në shpresat të dëmës. Dhe pranimi i fajsisë bëhet pas konsultimit paragraf në ndrojtës. Që i propozoj gjyqtarit që të aprovohet në pranim fajsie për sa i përket veprës penale. Faleminderit. Veprës penale të ndrojtë, se pas konceptu të ka përgjurë marrën qëllimi. Faleminderit. Atëherë, me qenë se të qaru për këtë çështje, bazuar në dispozita ligjore nga 148 paragrafi 2, në paragrafin 2.1 deri në 2.4. Duke qenë se akuzuari ka kuptuar natyrën e pasojave të pranimit të fajsisë. Pranimi e ka bërë në mënyrë vullnetare, konsultime të mjaftueshme me mbrojtjen e tij. Pranimi mbështetet edhe në fakte të provat të bashkangjitura nga akuzë, dhe sa akuza nuk përbën shkelje të qartë ligjore të gabimeve faktike në afat me kërkesat e akuzës,
përshkrim të paragrafit 6 të nejnë 242, autoritet të gjykues me argumentim, miratohet pranimi i pajisjes nga akuzori me marrën e qelimit për shkak të veprës penale për mbatjen konflikt, kontroll ose procedim të fatës volontar me menim të sundosht paragrafin 1 të kodit penal të akuzorit. Për të akuzurit, pra për veprën penale për të cilat nuk e kanë planuar pajisjen, gjykata për të dhënimit 214 të KPK-s i njofton panderit dhe mbrojtës e tyre se në afatin prej 15 ditëve nga dita e sot në llogaritur, kanë të drejtë që të paraqesin qoftë kundërshtim sa i përket provave fajti mendimin 243 apo kërkesë për emër të akuzit fajti mendimin 244. Për kundërshimet e tilla, qoftë kërkesa për kundërshtim do ta njofton falet se njëta do të dorëzohen edhe prokurorisë speciale në mënyrë që të japë mendimin në raport me to dhe pas mendimin apo pasi të kalojë afatë gjykata do të zgjedhë argumentin me cilin do të vendosë. Në raport me të akuzuarin, marrën qelimi për veprën penale për të cilën është pranuar pajisja, autoritet të gjykues, fajti menimin 242 paragrafi 8, në paragrafi 8 i fëmi, nxjerrë këtë argumentim, shtyhet shpallja e gjykimit për të akuzuar marrën qelimi, për veprën penale, mbatja përsi, kontroll, ose procedim fatës volontar, nga 166 paragrafin 1 të KPK-s, deri në përfundim të shkëtimit gjyqësor për çështje penale. Nëse diçka falet kanë shtu, falet nuk kanë diçka për shtuar, atëherë autoritet të gjykues e deklaron shkëtimin fillestar të mbyllur në këtë çështje penale. Procesi bazik konstatohet si i lezuar, falet kanë të drejtë që çfarëdo vërejtje apo sugjerimi që kanë raport në këtë proceduar, qoftë në formë të shkruar përmes pashtresës, qoftë në seancën e ardhshme të paraqesjes së vërejtjes së tyre. Megjithatë konstatohet se përfundoi në orën 9:27 minuta. Ditën e mirë.